opozita me atë që ndodh në kampin majoritar. Është e pa precedent. Unë i kam jetuar të dyja palët. Edhe kam bashkëpunuar, jo ajo që thonë disa në media që keni përfituar nga pushteti, jo. Jemi partia që kemi qenë më pak të përfshirë në pushtet. Jemi partia që jemi stërvitur në opozit, edhe si parti, edhe personalisht. Ku është partia e të ndjerit dhe të paharuarit Fatos Nano? Nuk ekziston. Shikon figura në përvëndet të ndryshme që udhëton, të izoluara, të shpërfillura dhe frima e asgjësuar tërësisht. Nuk ekziston më frima Nano në Partinë Socialiste. Dje në dëgjesën e Vlorës, mirë të pjesë edhe ish ministri i nderuar Arben Male. Do kandidoj se i pavarur, ka deklaruar. Nuk e di. Jo, ka deklaruar publikisht. I cili mori fjalën dhe shprehu 2-3 mendime ku shikoje maturin, eksperiencën, preokupimin. Dhe thua që ka shpresë, një oazë, po këta njerëz janë individ të përçmuar, të luftuar dhe të izoluar nga Rama dhe autokracia e tij. Po krijohet një grup brenda Partisë Socialiste për t'ikur nga ky izolim? Në gjykimin tuaj, duke qenë se i njihni mirë punët e brendshme edhe të... Nuk do dëshiroja. Ajo është përgjegjësia e tyre, nuk mund të them unë asgjë. Mua, ajo që më intereson, është se të jemi të qartë dhe në të gjitha nivelet. Juve, unë, qytetari, në punë si civil, nuk mund të shpresojmë për më mirë në qoftë se nuk i shërbejmë demokracisë që ajo të na shërbej. Mund të organizosh, u bëra i bezdishëm duke e thënë dhe në këto dëgjesa. Mund të ofrosh shërbime perfekte. Mund të kesh ndarje territoriale ideale. Të gjitha janë afat shkurtra dhe ditë shkurtra në qoftë se nuk ke përfaqësim, në qoftë se nuk ke demokraci në funksionim. Ngrihen kryetarët e bashkive të Partisë Socialiste me pompozitet dhe shprehen përpara qytetarëve që janë në masën 95%, përveç atyre që kanë interesa dhe privilegje. Dhe u flasin qytetarëve të tyre, tek të cilët ka një zhgënjim masiv kolektiv për arritjet e tyre. Në një kohë që kur janë përpara zotit Rama, janë subjekte mjerane, që thot qoti, uluti, dil për jashta, të përjashtova, shkarko nën kryetarët, emëro drejtorët, dhe kanë kurajo publike të ballafaqohen me qytetarët. Në një kohë që janë minusit e institucionit për të cilët populli i ka ngarkuar që t'i shërbejnë, ose vim të kolegët deputet, dhe nuk dua që t'u mbetet qefi se nuk është asgjë personale, kanë dhënë dorëheqje nga detyrimi kushtetues. Parlamentari, në qoftë se keni skemën e funksionimit parasysh që sigurisht e keni, që nga momenti i zgjedhjes betohet në kushtetut, ka më vetësim e vetë në shprehjen e mendimit dhe të opinionit, dhe aq më tepër në atë të votës. Këta kolegë të mazhorancës votojnë kundër kushtetutës. Detyra e tyre e parlamentarit në çdo vend është ushtrimi i kontrollit legjislativ krahas miratimit të legjislacionit ndaj qeverisë. Nuk kanë votuar asnjëherë asnjë iniciativë të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore. Nuk pranojnë që të ushtrohet kontroll në veprimtarinë e ekzekutivit. Dakor, zonja Bruko, deputetja e Partisë Socialiste, nuk do ta uroj atë ishte deputete asnjëherë do jem deputete. Jo me atë parti e Parlamentit të Shqipërisë, kjo është sigurt. Ndoshta edhe kjo, nuk dëshiron që ta ushtroj detyrën dhe detyrimin për të kontrolluar qeverinë. Por ma privon edhe mua. Ne kuptoj logjikën, po. Dhe ky është skandali i skandaleve. Është kontributi më negativ i mundshëm që një qytetar i përgjegjshëm, i zgjedhur në organin sovran legjislativ të vendit, t'i kundërvihet misionit të vetë kushtetues. Si ta thuash më thjesht, më qartë, që të kuptojnë
përgjegjësinë e aktit dhe të qëndrimeve të tyre. Nuk mund t'i akuzosh si individ. Ka njerëz të arsimuar, ka njerëz të suksesshëm, por aty nuk jemi për të demonstruar as njohurit dhe as aftësit në bizneset tona private apo edhe veshjet tona të bukura. Jemi të thirrur që të ushtrojmë kompetencat e parlamentarit. Dhe kompetenca numër 1 është të kontrolloj ekzekutivin, të jap llogari, accountability. Cila qeveri në botë, në vende demokratike, nuk pranon të jap llogari? Dhe cilët janë ata deputet që shkelin këmbë e duar kushtetutën që të mos lejojnë llogaridhënien nga ana e qeverisë? E kuptoj. Zoti Dule, po përgatitet PBD1 për zgjedhjet vendore? Jemi në hapat e parë. Nuk mund t'ju afshe se kemi një mision shumë të vështirë. Pse? Sepse duhet paralelisht me evidentimin e kandidaturave si për kryetar bashkish, antarësh këshillash bashkiak, apo të stafit elektoral, plus të programeve lokale, sepse ne kemi një veçanti. Partia Demokratike, Partia Republikane kanë një program të përgjithshëm dhe e përshtasin në situatat lokale. Ne, jo se nuk kemi një program të përgjithshëm, po duhet që të përgjigjemi interesave specifike të komuniteteve që kanë statusin e minoritetit etnik. E kuptoj. Problematika është e ndryshme. Pra duhet jeni në negociata me Partinë Demokratike për të patur kandidatin tuaj mirëfilli në këto zona që përmendni. Nuk jemi ende në fazën e negocimit, jemi në punën para përgatitore si Parti Bashkimi për të Drejtat e Njeriut. Do vi ky momenti, them. Do duhet të negocioni për këtë detaj. Për te asaj, duhet që të jemi të përgatitur me programin. Kemi himarë. Po. Do shkojmë në himar. Duhet që njerëzve të flasim për zgjidhje funksionale. Kemi thënë deri më sot që ne do të pengojmë zotin Rama në përpjekjet e tij për tjetërsimin masiv të pronës në Bregdet. Nuk e kemi arritur. Duhet të jemi të sinqertë. Himariotët për ditë humbasin prona. Çfarë kemi arritur të bëjmë? Denoncime. Po, ndërpër raportet ndërkombëtare dhe rezolutat të shprehet shqetësim, por ende ky shqetësim nuk ka prodhuar rezultate praktike. Për qytetarin konkret, një pronë që e gëzonte stërgjysh, nuk arriti ta gëzojë gjyshi dhe prindërit. Ka 36 vjet që nuk po e merr në zotërim dhe në një kohë që nuk arrin ta marrë në zotërim, shikon Edi Ramën me klientelën e vet që jep leje gradaçelash në pronat e të tjerëve. Dhe kur arrim rastet që edhe i denoncojnë dhe arrin në sallat e gjyqjeve, siç ishte rasti i zotit Gaçe, dënohen gjithë të tjerët me përjashtim të klientëve të zotit Rama. Pra, duhet që të japim jo vetëm përshkrime, po zgjidhje realiste, si do t'i ndihmojmë këta qytetarë. Me këto ritme, pas 1-2 vjetësh, nuk do të mbetet asgjë për pronarët në zonën më gjerë të Bregut të Jonit, si edhe në zonat të tjera. Dhe këtu do më lejoni